Këta persona që nuk janë përzgjedhur, në mënyrë të tillë brenda 24 orësh, kur e shikojnë që s'janë përzgjedhur, ti do shikosh ngjyrat e vërteta të karakterit të tyre. Ke llojin e njerëzve që menjëherë tërhiqen një farë kohë dhe japin kohë vetes sepse goditja që kanë marrë shumë e madhe, tërhiqen dhe thonë ok, çfarë duhet bëj dhe fillojnë bëjnë pazare me kokën e tyre. Mund të jetë momenti që duan to jump off the ship, të largohen nga kompania, por e kuptojnë që më mirë se sa janë atje, nuk do vënë në vend tjetër. Ka të tjerë që e marrin shumë seriozisht dhe vinë dhe thonë, shiko, unë kuptoj që nuk janë përzgjedhur, jepni dhe një mundësi tjetër. Këta janë grupi që unë dua. Ju e kuptoni që kur punon me 4 veta, është e njëjta gjë që punosh dhe me 8 veta. Por këta janë persona që thuan unë dua të di, unë dua të bëhem drejtues. Ka dhe grupin tjetër, që në moment që janë larguar, bëhen persona të cilët janë shumë negativist në kompani, dhe janë persona që në mënyrë të vazhdueshme bëhen dëmtues deri në pikën kur ne ulemi flasim me ta dhe kuptojmë që gjuha që kanë përdorur shpeshherë është gjuha tash e themi, gjuha e nxjerrjes së fjalëve që normalisht nuk do kishin nxjerr për bashkë punëtorët e tyre, për anëtarët e tjerë të stafit lart. Dhe kjo është një forcë karakteri që unë mendoj o e ke ose ke.